ti vet është e njohur si fakt që ke punuar për të paktën formësimin e disa dosjeve shumë të forta antikorrupsion që kanë shkuar në SPAK. Po ndërkohë ka patur tek ju edhe pjesëtar të tjerë. Zonja Kalaja ka bërë një punë shumë të madhe. Ajo që më përshtypje është kjo. Kohët e fundit ishin u përpoqën natyrisht përderisa janë në situatën e vështirë të argumentimit të pambrojtshme në një sens, edhe zoti Manja, edhe të tjerët rreth mandateve kanë thënë që nuk janë të bindur për fuqinë e dosjes për t'i dhënë mandatin. Kam një pyetje, duke patur parasysh juristët shumë të mirë që keni ju në Partinë Demokratike, dhe duke patur parasysh që SPAK-u profesionalizmin e detyruar mund ta ketë të madh, po dëshirën nuk e ka patur domosdoshmërisht të dallueshme për të luftuar antikorrupsionin lart me aty ku duhet e formuluar me akuzat e të tjera, vetëm ka një gjë që nuk shkon aty në rrethanat kur kanë nevojë të binden njerëzit në parlamentin e Shqipërisë. A nuk e keni menduar Belindi që të bëni një punë pak ekstra, më shumë nga pamja thellësisht juridike? Me qëllim që të ndihmoni kolegët tuaj që të kuptojnë situatën atë. Për t'i paraprirë kësaj pikërisht në ditën e nesërme, për shembull, po ta jap që t'na kuptojnë edhe qytetarët që na ndjekin, kemi një mbledhje të grupit parlamentar të PD-s në orën 13 ku do të përcaktojmë të gjithë qëndrimin ton edhe mënyrën se si do të zhvillohet seanca e ditës së enjte që është shumë e rëndësishme. Nga dhënat tona, kryeministri pikërisht do tentojë që ditën e enjte në orën 10 kur të nisë seanca, është pika e parë në rendin e ditës, diskutimi i raportit të Këshillit Rregullores të Mandateve, dhe janë dy qëndrimet pro dhe kundër për heqjen e imunitetit. Mazhoranca do tentojë të prish seancën në mënyrë që të ketë një seancë 20 minuta, çerekore mundësisht. Më fal, kaloj direkt në votim. Do ta prish duke tentuar të përdorur opozitën, po. Duke sharë, duke thyer. Ju rastin më të fundit e pas seancën e fundit, Tauland Balla ka vendosur një precedent të rrezikshëm në gjuhën parlamentare në Shqipëri, ka thyer një zonjën Vokshi, ka përdorur gjuhë seksiste, është dënuar publikisht në organizata e gruas e Partisë Popullore Europiane, kanë reaguar shoqata të ndryshme në Shqipëri, kanë reaguar deputet të opozitës, dhe cili ishte efekti? Personi që shkaktoi dhe që e nisi të gjithë këtë konflikt, nuk u përjashtua nga Komisioni i Etikës, dhe u përjashtuan dy kolegë të opozitës, zoti Bardhi dhe zoti Balliu. Pse reaguan dhe i kërkuan që t'i kërkonte falje zonjës Vokshi, Tauland Balla në këtë rast. I njëjti skenar pritet të ndodhë ditën e njëjtë. Për këtë arsye, unë kam të njëjtin qëndrim që kam mbajtur edhe në grup parlamentar, ta mbaj edhe nesër, por e them dhe publikisht, do t'i kërkoja çdo kolegu të PD-s dhe të opozitës që me qetësi, me argument, me logjik, me fjalë, me prova dhe me fakte, ne të zbërthejmë para qytetarëve shqiptar për aq kohë sa do të kemi ditën e njëjtë, arsyetimin ton logjik, ligjor, juridik, moral dhe politik, se përse ne, në rastin e zonjës Balluku, kemi të bëjmë me një keqbërëse, që nuk është vetëm e pandehur, por që në këto 3 muaj që mazhoranca i dha kohë dhe bleu kohë, nga muaji dhjetor, 16 dhjetori, kur është paraqitur për herë të parë kërkesa e prokurorisë të posaçme, speciale, për masën e sigurimit, arrest shtëpiak apo arrest me burg për zonjën Balluku, ajo jo vetëm që nuk ka reflektuar, por ka kërcënuar dëshmitarët. Grupe të fortish, pjesëtarë të bandave, qarkut e Fier, kanë kërcënuar dëshmitarët. Janë prishur prova, janë vënë në përgjim njerëz pranë saj që kanë ndikuar në proces, dhe kjo do të thotë që vetëm dikush që është kapur në flagrancë mundet të arrijë të bëjë këto vepra, të cilat e kanë rënduar në fakt pozitën juridike të zonjës së fjalë. Kështu që thënë këtë, shkoqur fare qartë para qytetarëve, e gjithë Partia Demokratike, gjithë grupi ynë i deputetëve do duhet shfrytëzoj kohën për të dhënë një mesazh të qartë para qytetarëve shqiptar, me fakte dhe me prova, për të përsëritur edhe një herë gjithë aferat. Për të përsëritur edhe një herë gjithë vjedhjet, për të përsëritur emrat e rrugëve që kanë rënë vetëm në muajin e fundit. Do qëndroj vetëm shumë pak këtu. Kam një përshtypje që justifikimi që është përdorur nga zoti Manja e të tjerët është që në dosjen që ata varet nga këndvështrimi, varet si e lexon ata. Ata po, aty padyshim nuk diskutohet, por ata kanë bërë një pretendim dhe njerëzit e zakonshëm në jetët e tyre
nuk janë jurist, nuk janë në gjendje të kuptojnë fioriturat juridike, akrobacit interesante, interpretimet, se ligjin fund fare është interpretim. Në këtë sens, duket sikur, Berindi, vetë performanca e Partisë Demokratike e opozitës në seancë vështirësohet nga një lloj parashikueshmërie e reagimit të majorancës qeverisë së aty. Dhe kur ti thua që unë do rreshtoj ato që mendoj që zonja Balluku ka bërë gabim, prap bëhet i jep të drejtë për të dushmërisë që ka zoti Manja dhe të tjerët që thotë që rreshtimi nuk përbën një fakt. Ne duam fakte. Pyetja ime në këtë rast është: ka një shans që ju t'jepni ca fakte? Keni ju jurista? Keni njerëz ju që mund të gjeni në gjithë ato të gjeni ca gjëra, karakteristike të asaj dosjes që janë të patjetërsueshme dhe kokforta? Patjetër që po, por në fund ditës duhet kuptosh edhe rolin këtu se